Kam sjell recetën virale të luleshtrydheve në gotë me kadayıf, krem fëstëku dhe çokoladë, në një përgatitje shumë të shpejtë, shumë e shijshme, shkon shumë tash gjatë kësaj kohe verore. Besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen, këtu kam dikon rreth 50 gram me gjallë dhe i zjarrin në temperaturë mesatare e shkri gjalpin plotësisht. Unë jam duke përgatitur vetëm për 2 persona, nëse përgatitni për më shumë, vetëm se shtoni masat. E përzi mirë. Gjalpi shkrier plotësisht. Tash ja shtojna 100 gram me kadayıf, cilin e kam çotu në copsa të vogla. Unë kam kadayıf të thatë. Nëse nuk mund të gjeni të thatë, mund të përdorni edhe nga i freskëti, vetëm se e përzi mirë dhe në temperaturë mesatare e fërgojmë kadayıfin derisa fillon që kadayıfi të merr një ngjyrë të artë. Përzierja duhet bëhet vazhdimisht. Kadayıfi është fërguar mjaftueshëm, është gati që të largohet nga zjarri. Pasi kadayıfin e kam larguar nga zjarri, është ftohur mjaftueshëm, tash ja shtoj 2 lugë gjelle me krem fëstëku. Vërtet është një ndër ëmbëlsirat më të trendit tash me luleshtrydhe dhe kadayıf, bëhet shumë i shijshëm. Ja shtoj një lugë gjelle me tahin apo krem i farave të susamit dhe masën e përzi mirë. Kam përzier masën mirë. Është bërë lëngshme mjaftueshëm. Tash marrim enët ku do servoj. Kështu kam zgjedh këto pjata dhe në fillim të pjatave do hedhi pak çokoladë të shkrirë. Çokolada patjetër duhet jetë cilësore. Unë këtu kam 80 gram me çokoladë Milka. Bëj kështu gotën. Për 2 persona 80 gram janë mjaftueshëm. Shtoj masën e kadayıfit në fund të enës, kështu nga një lugë gjelle të mbushur plot. Pak luleshtrydhe. Kam dikon rreth 120 gram me luleshtrydhe, të cilat i kam coptu në copsa të vogla, i kam pastru dhe më pas kam bërë coptimin. Shtoj çokoladë. Masën me kadayıf dhe në këtë mënyrë i mbushi gotat duke përsërit mënyrën e njëjtë. Dhe në fund ja vendosi një luleshtrydhe të plotë tek secila. Përsëri do i hedhi çokoladë. Siç e shihni, këto masa, siç i ceka më parë, janë të mjaftueshme për 2 persona, nëse përgatitni për më shumë, vetëm se shumë fishoni masat.
Dhe ëmbëlsira me lule shtrydhe është gati për konsumim. Pak ta largoj dhe ta shihni se si duket. Vërtet ka dalë shumë e mirë. Gjithë ju motra që përgatitni në këtë mënyrë lule shtrydhe me kadayıf dhe krem fëstëku ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura. Gjithë ju që shikoni për herën e parë, ju lutem të abononi për recetat reja, Winbetçi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.